Me rastin e 15 vjetorit të themelimit të Universitetit të Europës Juglindore, përfaqësues të këtij universiteti me në krye rektorin Zamir Dika, ndërmarrjes publike komunale Tetova-Tetov, i kanë dhuruar disa kontejner për mbeturina, të cilat janë vendosur në qendër të Tetovës. Me këtë donacion modest, Universiteti i Europës Juglindore ka për qëllim të jap kontributin e vet për një ambient më të pastërt. Me rastin e 15 vjetorit të themelimit të Universitetit të Europës Juglindore, Universiteti i Europës Juglindore, rektori dhe stafi i tij, shprehën dëshirë që të kontribuojnë faktikisht në mirëmbajtjen e vlerave, domethënë ekologjike të qytetit, duke bërë një donacion të koshave, domethënë për hedhurina, që unë mendoj se janë edhe njëherë një mundësi e bashkëpunimit ton me universitetet, një mënyrë faktikisht e ngritjes së vetdijes tonë të përbashkët. Aq më tepër më bën kënaqësi fakti që kjo përputhet edhe me muajin tonë, domethënë me tërë manifestimin Tetova feston nëntorin, i cili në fakt duhet të ketë mesazhet e veta sa kulturore, sa arsimore, po aq edhe të ngritjes së vetdijes për mjedisin tonë. Normalisht një universitet përveç rolit parësor në krijimin e dijes së re dhe udhëtimit shkencor, duhet të dëshmojë veten se ka ndikim edhe në zhvillimin e shoqërisë dhe vendit ku është i vendosur universiteti. Edhe ne faktikisht me një akt simbolik të sotshëm, me donacionin e mini kontejnerëve ekologjik komunës së Tetovës dhe qytetarëve të Tetovës, dëshim edhe një herë të dëshmojmë kontributin ton në zhvillimin e vetdijes dhe kulturës ekologjike si një ndër çështjet me të cilët popullata është kohëve të fundit është duke u përballur bashkë me institucionet, që të krijojmë një front të përbashkët që në të gjithë dimensionet të luftojmë për përmirësimin e mjedisit ambiental në komunë aty ku është Universiteti i Europës Juglindore. Në ndërkohë në qendër të qytetit të Tetovës, në organizim të lidhjes sportive shkollore dhe me mbështetje të komunës së Tetovës, janë mbajtur gara në vrapim tani më të njohura si krosi i qytetit, ku morën pjesë nxënës të shkollave fillore dhe atyre të mesme në kategorinë e meshkujve dhe femrave. Në këto gara në kategorinë e femrave për shkollat fillore, vendin e parë fitoi Melisa Velia nga shkolla Rilindja, ndërsa në kategorinë e meshkujve, vendin e parë fitoi Jetmir Jusufi nga shkolla fillore Kirili dhe Metodi. Për shkollat e mesme, vendin e parë të këtyre garave në kategorinë e femrave fitoi Aisha Alili nga shkolla e mesme Nikola Shtein, ndërsa për kategorinë e meshkujve, vendin e parë zuri Florian Sinani nga gjimnazi Kiril Peqinović. Ndryshe, vendet e para, të dytat dhe të tretat nga ana e organizatorëve të këtyre garave janë shpërblyer me nga një diplom dhe medalje, të cilat i ndau kryetaria e komunës së Tetovës Teuta Arifi dhe shefi i sektorit për veprimtari publike në komunën e Tetovës Ahmet Qazimi. Këto gara sportive janë përkrahur edhe nga tifozët e klubit futbollistik Shkëndia nga Tetova Ballistët, të cilët gjatë gjithë kohës kanë prohoritur për të ju dhënë kurajo garuesve.